Fjalët e bukura në përgjithësi kanë nisur që në vegjëlin time, domethënë mund ta them në 8 vjeçare. Në fakt është një pasion dhe i ushqyer nga familja. Mozaikun unë e kam quajtur arti i dhimbjes. Kjo lindi masi mua më ndodhën fatkeqësitë në familje. Gurët gjithmonë ka të rrequr fakt, janë të bukur dhe kam vendosur që mozaiku im kryesisht të jetë me gurët e mbledhura në brigjet shqiptare. Duke nisur që nga Durrësi dhe duke zbritur në jug deri në gjiret e bukura të Sarandës. I Mardhërmi. Por edhe në veri që janë plazhe më rëra dhe aty kam gjetur disa gur, kam gjetur guacka shumë të bukura. Kjo punë ka një çikë vështirësi. Që nga mbledhja atyre përpunimi, një mozaik zgjat dhe nga forma dhe nga madhësia e mozaikut shkon deri një javë, 10 ditë, një muaj e gjys, 2, edhe deri në 3 ka vajtur. Kam zgjedhur gurin sepse unë në fillimet e mia pash që e dua shumë gurin dhe me arritjen e punimeve të mia me gur, them që dhe guri më do shumë. Jam përpjekur të prek dhe historinë, traditën, trashëgimin kulturore, abstrakte, natyra. Pastaj vetë guri është natyra. Vetë guri është një pjesë e natyrës.